Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush një bisedë, një ëmbëlsi moment të dashur që ka kaluar Egli dhe Gjesti në lavanderi. Ato kanë biseduar për marrëdhënien e tyre, kanë biseduar për pjesën jashtë, por unë tashmë do t'ua sjell më të detajuar këtë bisedë. Në një moment reflektimi dhe ndjeshmërie brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania 4, Egli ka ndarë mes Gjestit një bisedë të ndjerë, lidhur me qëndrimin e prindërve të saj për raportin e tyre dhe gjithë ngjarjet që kanë ndodhur brenda këtij formati. Pavarësisht zgënjimeve dhe lëndimeve që ajo ka përjetuar nga Gjesti, Egli ka treguar se familja e saj nuk ushqen urrejtje kundër drejt tij. Prindërit e mi nuk të urrejnë ty. Do me thënë, prindërit e mi janë njerëz shumë të butë dhe nuk janë njerëz që thonë mos guxo ta mbyll derën. Nuk janë kësaj lloji njerëz prindërit e mi, është shprehur ajo. Megjithatë, ajo theksoi se prindërit kanë vendosur një kufi të qartë për mbrojtjen e saj. Baba im më ka thënë që nëse ti e lejon, unë se lejoj më kur. Prindërit e mi kanë tentuar shumë që të mos jem këtu. Ata janë lutur natë e ditë që të ikja nga këtu, vazhdoi dhe theksoi Egli. Kjo deklarat vjen pas një sëri tensionesh mes dyshes, të cilat kanë qenë një ndër dinamikat më të përfolura të këtij edicioni të Big Brother VIP Albania. Komentet e Eglit tregojnë një përpjekje për të balancuar emocionet e saj me përgjegjësinë që ndjen ndaj prindërve dhe mbështetjes që ka marrë prej tyre. Pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur mes saj dhe Gjestit, duket se Egli vazhdon të ruaj një lidhje të fortë emocionale me familjen, duke i qëndruar besnike vlerave dhe respektit dhe mirë kuptimit. Kjo ka qenë një bisedë që Gjesti ka bërë me Eglin, edhe pse Gjesti u ka kërkuar falje prindërve të Eglit në natën kur Gjesti dhe Egli ndodheshin në suit, njëkohësisht edhe familjarët e Gjestit kanë kërkuar falje kundërdrejt prindërve të saj për të gjithë dhimbjet shpirtërore që djali i tyre ua ka krijuar vajzës së tyre, por kjo nuk është se ka bllokuar apo ka ndaluar vazhdimsinë të momenteve të tyre të bukura në shtëpi, po qoftë edhe atyre momenteve tensioni. Unë e di që ne sot që i komentojmë këto tensione si gjëra të paimagjinueshme, nesër për Eglin edhe për Gjestin, kur do të largohen nga shtëpia Big Brotherit, do të jenë momentet më qesharake dhe do të jenë momentet më interesante në këtë shtëpi nga po këto të dy. Dhe besoj me zemër që Gjesti edhe Egli do të kenë një forcë të madhe për të vazhduar lidhjen e tyre. Do me thënë, drita e gjelbër t'u dha, prindërit e Gjestit nuk e urrejnë, prindërit e Eglit nuk e urrejnë Gjestin, gjë për të cilën edhe motra e Eglit e ka thënë disa herë edhe në shtëpi, por edhe reagime që ka patur në Instagramin e Eglit, e cilat duke që ajo po e menaxhon, që nuk ka një urrejtje as pak për Gjestin, por përkundrazi ka një respekt të veçantë për këtë djalë dhe për vlerat e tij si njeri. Unë dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë qëndrim të prindërve të Eglit dhe a e shikoni që mund të jetë një dritë e bukur për një dashuri të mrekullueshme mes këtij çifti.